elefanti në dhomë është patjetër reforma territoriale. Dhe kur flasim për reformën territoriale, qofse unë përmenda instrumentat të ndryshëm ose nisma të ndryshme për sa i përket fuqizimit të bashkive në nivel institucional, në nivel financiar, krijimin e kushteve të dhura që do të performojnë, patjetër që reforma territoriale është instrument jashtëzakonisht i rëndësishëm për të garantuar që bashkitë që në nisje të kenë mundësitë, të kenë asetet në dispozicion, të kenë kapacitetet e duhura dhe mbi gjitha potencialin e mundshëm nga pikpamja e rritjes ekonomike të jenë të gatshme që t'i përballojnë të gjitha këto sfida. Dhe unë besoj që reforma territoriale, siç ju e keni ndjekur dhe unë jam i bindur, tashmë ne kemi një komision parlamentar ku gjitha partitë janë të përfshira në atë komision. Kuptohet që procesi i cili do të fillojë për pak ditë do të jetë transparent, do të jetë gjithë përfshirës, jo thjesht bashkitë, por shoqëria në tërësi do të jetë e përfshirë. Unë e them gjithmonë, nuk duhet ta perceptojmë sikur ky është një proces që thjesht do ndryshojë kufitë e bashkive. Unë mendoj që kjo do të ishte një qasje e gabuar nga të gjithë aktorët që merren me këtë problematikë ose me këtë sfidë që ne kemi përpara. Reforma territoriale, unë besoj fort, e para duhet bazohet në të dhëna, duhet bazohet në eksperiencë që ne tashmë kemi, çfarë ka ndodhur gjatë 10 viteve të fundit në territor. Reforma e fundit është futur ose ka marrë jetë në 2015, jemi fiks pothuajse 10 vjet. Kush kanë qenë sfidat që bashkitë janë ballafaquar, cilat prej tyre është ballafaquar me sukses nga ana e bashkive, kush janë funksionet që bashkitë nuk kanë arritur dot t'i ofrojnë territor. Aty patjetër duhet analizuar, nuk kanë arritur t'i përthithin këto funksione për shkak se kanë pas mungesë kapacitetesh, mund qoftë dhe financiare, apo problematika të tjera. Dhe unë besoj që ne duhet jemi të sinqertë dhe të ndërgjegjshëm për sa i përket rëndësisë që ka kjo reformë, jo thjesht nga pikpamja politike, por po flasim për mënyrën se si ne do të menaxhojmë territorin, për mënyrën se si qytetari do të interaktojë nesër me institucionet lokale për të pasur shërbime më të mira.